Presidenti i Republikës për kontributin e dhënë të gjithë shqiptarëve të Sanxhakut dhe atyre që janë me origjinë shqiptare nga Sanxhaku, ka vendosur që të vlerësojë me dekoratat më të larta disa nga personalitetet e shura historike të Sanxhakut, të Kosovës, të Rozhajës, të Tutinit, të cilat kanë kontribuar për ruajtjen e qendësisë kombëtare shqiptare, mos asimilimin e shqiptarëve dhe mbrojtjen e tërësisë territoriale të trojës shqiptare. Predsjednik je vas hodno da daje priznanje ljudima koji su se borili za čuvanje tog naroda u tom delu Sandžaka uopšte. Presidenti i Republikës I jep Nejib Dragës pas vdekjes titullin kalorës I urdhit të Skënderbeut. Me mirënjohje për kontributin e dhënë mbrojtje nga asimilimi dhe eliminimi I shqiptarëve në mbretërinë serbo-kroato-slovene, si dhe për ruajtjen e tërësisë territoriale të trojave shqiptare. Presidenti I Republikës Ilir Meta. Presidenti I Republikës I jep Ferhat Dragës pas vdekjes titullin kalorës I urdhit të Skënderbeut. Me mirënjohje për kontributin e dhënë në mbrojtje nga asimilimi dhe eliminimi I shqiptarëve në mbretërinë serbo-kroato-slovene, si dhe për ruajtjen e tërësisë territoriale të trojave shqiptare. Presidenti I Republikës Ilir Meta. Presidenti I Republikës I jep Aqif Blytës pas vdekjes titullin kalorës I urdhit të Skënderbeut. Me mirënjohje për kontributin e dhënë për mbrojtjen nga asimilimi dhe eliminimi I shqiptarëve në mbretërinë serbo-kroato-slovene, si dhe për ruajtjen e tërësisë territoriale të trojave shqiptare, në vlerësim të veprimtarisë sublime gjatë luftës së dytë botërore, në mbrojtje të popullsisë së pafajshme shqiptare dhe asaj bosnjake, të cilat tentoheshin të çfaroseshin nga bandat etnike. Presidenti I Republikës Ilir Meta. Presidenti I Republikës I jep Ahmet Dacit pas vdekjes titullin kalorës I urdhit të Skënderbeut. Me mirënjohje për kontributin e dhënë në mbrojtje nga asimilimi dhe eliminimi I shqiptarëve në mbretërinë serbo-kroato-slovene, si dhe për ruajtjen e tërësisë territoriale të trojave shqiptare, në vlerësim të veprimtarisë sublime gjatë luftës së dytë botërore në mbrojtje të popullsisë pafajshme shqiptare dhe asaj bosnjake, të cilat tentoheshin të çfaroseshin nga bandat etnike. Presidenti I Republikës Ilir Meta. Presidenti I Republikës I jep Mulla Jakub Kombi Kadrović pas vdekjes titullin kalorës I urdhit të Skënderbeut. Me mirënjohje për kontributin e dhënë në mbrojtje nga asimilimi dhe eliminimi I shqiptarëve në mbretërinë serbo-kroato-slovene, si dhe për ruajtjen e tërësisë territoriale të trojave shqiptare, në vlerësim të veprimtarisë sublime gjatë luftës së dytë botërore në mbrojtje të popullsisë pafajshme shqiptare dhe asaj bosnjake, të cilat tentoheshin të çfaroseshin nga bandat etnike. Presidenti I Republikës Ilir Meta. Presidenti I Republikës I jep Ajdin Dragës pas vdekjes titullin kalorës I urdhit të Flamurit. Me mirënjohje për kontributin e dhënë si pjesëmarrës në kuvendin e Vlorës në vitin 1912, përfaqësuesi I Mitrovicës dhe Novi Pazarit, në vlerësim të kontributit të tij për jetësimin e pavarësisë së Shqipërisë si bashkëpunëtor I ngushtë I princit William Witt. Presidenti I Republikës Ilir Meta. Presidenti I Republikës I jep Dervish Mitrovicës pas vdekjes titullin kalorës I urdhit të Flamurit. Me mirënjohje për kontributin e dhënë si pjesëmarrës në kuvendin e Vlorës në vitin 1912, përfaqësuesi I Mitrovicës dhe Novi Pazarit, në çën vlerësimin ndaj përpjekjeve të tij për jetësimin e pavarësisë së Shqipërisë si deputet I Parlamentit të Shqipërisë dhe për kontributin e dhënë për arbreshet të Zares në Kroaci, në ruajtjen e identitetit, dokave dhe traditave kombëtare shqiptare. Presidenti I Republikës Ilir Meta. Presidenti I Republikës I jep Xhelal Mitrovicës pas vdekjes titullin kalorës I urdhit të Flamurit. Me mirënjohje për kontributin e dhënë si gazetar dhe drejtori I parë I Radio Kosovës për ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës shqipe, në vlerësim të kontributeve dhëna për lartësimin e vetdijes kombëtare,
si dhe punën e madhe për bashkimin e kombit në Kosovë dhe Mexher për mbar kombin shqiptar në niç Jugosllavi. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për pjesëmarrjen. Nderuar dhe kujtimi i gjithë atyre figurave, herojeve, personaliteteve që nderuam sot dhe që do t'i nderojmë gjithmonë. Faleminderit shumë për përpjekjet që ju bëni për të ruajtur traditat më të mira, për të ruajtur identitetin, por edhe për të ruajtur bashkëjetesën me gjithë komunitetet e tjera, edhe do të jemi vazhdimisht në kontakte në lidhje dhe në të ardhmen, në mënyrë që t'i forcojmë edhe në te bashkëpunimet midis Shqipërisë edhe gjithë trevave që ju përfaqësoni edhe ku ju jetoni, sepse tim që keni vështirësi të panumërta, edhe keni nevojë edhe për më shumë mbështetje dhe për më shumë solidaritet nga ana e Shqipërisë dhe nga ana e Kosovës, edhe kudo ku shqiptarët janë më të konsoliduar dhe kanë detyrim që atë mundësi që kanë, atë fuqi që kanë ta investojnë edhe për të ndihmuar, për të mbështetur gjithë vëllezërit tanë, kudo ku janë, në kushte pak më të vështira. Shumë faleminderit për gjithçka që ju bëni. Goda, Landi. Ja bi idu da kažem Može svakako, kam diska për të qofse dhe Patjetër, po. Zahvaljujem se predsjedniku Albanije Falenderoj presidentin e Shqipërisë koji je ukazao na veliku ljudsku veličinu që ka treguar një madhështi njerëzore i nagradio najznačajnije ličnosti iz naše istorije Sandžaka. edhe ka dekoruar sot personalitetet më të njohura dhe më të larta të historisë sonë të Ti Sandžakut. su ljudi živeli u našim srcima i u našem pamćenju. Këta njerëz kanë jetuar gjithmonë në zemrat tona dhe në mbavendjen tonë. A kod države i bivše Jugoslavije i danas oni su bili kao državni neprijatelji tretirani. Në shtetet e ish Jugosllavisë, qoftë mbretërinë dhe kësaj të sotme, ata kanë qenë si armik të shtetit. Danas, vašim imenovanjem oni su oživljeni, Sot, vraćeni su u život. me dekorarimin tuaj, ata janë ringjallur, janë në jetën tonë. Ovo je velika počast za građane Sandžaka, i za Albance, i za Bošnjake, i sve građane Sandžaka. Ky është një nder dhe vlerësim i madh për gjithë qytetarët e Sandžakut, si për shqiptarët, si për bošnjakët, si për gjithë I Sandžakit. dali ste legalitet da mi to ubacimo u udžbenike, u knjige da se izučava. Ju keni dhënë legalitet dhe ne do t'i vendosim librat tonë të historisë për nxënësit dhe pasardhësit tonë. Da damo njihovim, kada ostvarimo autonomiju, da damo njihovim i trgovima, i ulicama, i institucijama njihova imena. Kur të fitojmë autonominë, do t'ju japim rrugëve, shesheve, shkollave dhe institucioneve emrat e tyre. Okej. Hvala vam mnogo. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Faleminderit. Zadovoljstvo.